Përshëndetje. Vdekja e Papës Francesku nuk ka qenë një eveniment I thjeshtë si për gjithë papët e tjerë. Kjo vihet re edhe nga pjesëmarrja e shumë autoriteteve në ngushëllimet që I kanë bërë Vatikanit. Dua të veçoj këtu atë të Shteteve të Bashkuara. Kjo është një, le të themi, një risi në sjelljen e Shtetet të Bashkuara ku kemi një tentativë në fillim të presidentit Trump për të anashkaluar, pastaj duke njoftuar pjesëmarrjen e tij në ceremoninë e varrimit të Papës Francesku. Kjo vjen për shumë arsye. Vjen sepse ky papë së pari ishte një revolucionar. Ky krijoi shumë risi në qasjen e Vatikanit. Nuk po them në dogmën e Vatikanit, sepse dogma e Vatikanit është shumë më e vështirë për të ndryshuar, bëhet fjalë për një dogmë 1600 vjeçare, por kemi një risi në përqasjen që ai bëri. Ai bëri një përqasje revolucionare për sa I përket sjelljeve të kishës në lidhje me pedofilin. Kjo është shumë e rëndësishme. Ai vazhdoi betejën e Papës Ratzinger. Pastaj kemi në qasje ndaj LGBTQ-ve, duke mos I pranuar, por duke I kuptuar. Kemi qasje ndër fushën e divorceve midis çifteve. Edhe këtë duke mos e pranuar, por duke e mirë kuptuar. Kemi gjithashtu edhe sjelljen e tija për sa I përket pastaj në skenën ndërkombëtare. Nuk po I cik të gjitha, qoftë edhe sjelljen e tija, sepse tashmë është folur shumë për këtë, por kemi qasjen e tij në sjelljen ndërkombëtare, kështu kemi një traktat një deklaratë të përbashkët për vllazërinë midis feve që e nënshkroi me shefin e Universitetit Al-Anjar të Kairos, I cili është edhe autoriteti më I madh fetar për muslimanët. Pastaj takimin me Al-Sistanin, pastaj kemi takimin me Al-Sistani është udhëheqësi shpirtëror I shitëve, pastaj takimin me Kirillin e dytë, I cili është shefi ose më mirë të themi patriarku I ortodoksëve të Moskës. Kemi një qasje të tij shumë të ndjeshme kur u bë për shembull masakra e juntës birmane kundër pakicës muslimane Rohingya. Kemi një qasje të tij së fundmi ndaj zhvillimit të ngjarjeve në Gaza, të cilat kanë shkaktuar jo pak probleme, sidomos në momentin që askush ose pak kush po flet për to, madje edhe nga bota muslimane nuk po dëgjohen shumë zëra. Kemi një qasje të ndryshme të tij për sa I përket luftës në Ukrainë. Duhet thënë që Vatikani është një superfuqi botërore, për vetë faktin sepse është udhëheqësi shpirtëror mbi 800 milion katolikëve. Është një fuqi ekonomike e jashtëzakonshme dhe është një fuqi e cila është në gjendje të negociojë me të gjitha superfuqitë, përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara. Ne kemi pasur kohët e fundit një lloj partneriteti midis Shtetet e Bashkuara dhe Vatikanit, por gjithmonë duke qenë Vatikani në plan të dytë. Papa Francesku e zhvendosi këtë, duke bërë që edhe të ketë përplasje me Shtetet e Bashkuara. Kjo sepse Shtetet e Bashkuara janë përfaqësuesi kryesor I botës protestante, një pjesë tjetër, një fraksion tjetër I kësaj bote të krishterë, dhe ka një përplasje midis katolikëve dhe protestantëve në Amerikën Latine, ku katolikët kanë qenë mbizotrues, ndërsa protestantët me kalimin e kohës kanë avancuar dhe në disa vende rrezikojnë të kthehen në shumicë në krahasim me katolikët, pra kisha evangeliste e protestantëve. Kjo bëri që Vatikani mos ishte fort me dorashka në përplasjet që kishte me Shtetet e Bashkuara. Do të thosoj këtu që I vetmi president katolik I Shtetet e Bashkuara ka qenë Kennedy. Kështu që madje bëri një çudi të madhe kur zgjodh. Kështu që kemi pasur fërkime të herpasershme pas tyre. Këtë e shpjegon edhe deklarata luhatja në deklarata e presidentit Trump që nuk do merrte pjesë, pastaj e ndroi që do merrte pjesë. Kjo edhe për faktin sepse presidentit Trump I duhet përkrahja shpirtërore dhe numerike e kishës katolike. Mos harrojmë që katolikët janë një fe e rëndësishme besimi në
Shtetet e Bashkuara dhe kanë ndikim të madh në sidomos në komunitetet e mëdha latine, italiane dhe irlandeze. Gjithashtu duhet thënë që rreth 40% e të ardhurave të Kishës Katolike, të donacioneve që bëjnë besimtarët, vinë nga Shtetet e Bashkuara. Kështu që Shtetet e Bashkuara janë një pjesë e rëndësishme, por kjo nuk e ka vënë kurrë në pozita vasaliteti Kishën Katolike dhe ishte Papa Francesku, le të themi në një farë mënyrë ai që i rinxori thonjt Kishës Katolike në këto marrëdhënie. Padyshim që ishte një pap revolucionar, jo në sensin e revolucionarëve siç e kemi neve, por të bëri revolucion në sjelljet e Kishës. Është një revolucionar sepse e projektoi Kishën Katolike drejt shekullit të ri dhe gjithashtu duhet thënë që ka qenë një pap i cili ka pasur qëndrime shumë dashamirëse dhe shumë mirëkuptuese ndaj pakicave. Dhe këtu hymë edhe neve shqiptarët. Do të thesoj këtu që vizita që bëri Papa Francesku në Shqipëri ka qenë një marketing i jashtëzakonshëm, edhe për faktin se ishte në hapat e parë të tija si pap dhe kishte një lloj publiciteti të jashtëzakonshëm ardhja e tij në Shqipëri. Kujtoj që në ato ditë ka qenë prezent një gazetar i famshëm izraelit pro-palestinez Gideon Levi, ku dyshimi tim për rëndësinë e ardhjes së papës në Shqipëri më përgjigj që shko. Ki parasysh që po bën një marketing të jashtëzakonshëm vendit tuaj me vizitën e këtij pape në Shqipëri. Kështu që unë them që ai ka qenë dashamirës ndaj nesh, ka qenë dashamirës ndaj personalitetet të ndryshme të vendit tonë dhe gjithashtu ka pasur edhe mesazhe të cilat her pas here i bënte për neve, për shqiptarët, duke na bërë të dallueshëm si një popull edhe katolik, çka është një armë shumë e rëndësishme në një botë e cila po ndahet gjithmonë e më tepër në fe, dhe ku Europa dhe për një gjë perëndimi e identifikon veten si një klub kristian. Mendoj që në mbyllje Papa Francesku la një shenjë në historinë e Kishës dhe do të kujtohet gjatë mbas kësaj. Do kujtohet gjatë, po aq sa Wojtyla pati një rëndësi për rënien e komunizmit, Francesku pati rëndësi për projektimin e Kishës drejt të ardhmes. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritaj TV dhe kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit dhe pas pak do jemi në një emision me zotin Mark Palnikaj për të folur për Papa Franceskun, por edhe për ndikimin e Vatikanit në Shqipëri, në gjuhën shqipe, në identitetin tonë kombëtar, por edhe në atë çka i kemi dhënë Vatikanit për papat e ndryshme që kanë qenë me origjinë shqiptare. Faleminderit, pas pak.